Një pyetje e fundit Visar, sepse kemi ardhur edhe në kohën kur biseda është planifikuar, kemi kaluar edhe minutat. Është shumë e rëndësishme diagnostikimi i hershëm, kemi thonë sa vite unë ti bashkë shumë tjerë ekspertë shëndetit mendor, por një lajm i mirë është që një diagnostikim profesional që ndër vite e ke bën në Prishtinë, në kohëve të fundit po e bën tash edhe në Perizaj, në Podujevë dhe në Gjilan, edhe prindërit munden me u adresu nga ndryshimet më të vogla që i shohin te fëmijët. Gjithmonë, në momentin e parë që shohim që diçka nuk është duke shkuar krahas punës, pse mos më bëj një vizitë? Vizita psikologjike është rekomandueshme në momentin e parë që fëmiu bën një vjet. Do të bëhet një vlerësim për me pasë si jemi. Sigur kuptimin e analizave të gjakut që i bëjmë sporadikisht me pas shëndetin tonë, na duhet se sa më herët ekziston ajo teoria e neuroplasticitetit, domethënë truri është i gatshëm i bën ndryshime dhe më përthith në moshë të vogël. Hajde ta shfrytëzojmë këtë potencial, sepse më vonë do të kemi kualitet më të lartë të jetës tonë, qoftë emocionale, qoftë psikologjike, qoftë ndërveprimi social, çdo gjë tjetër. Prandaj gjithë prindërve u bëj thirrje që sa më herët që t'i dim, aq më e mirë do të jetë për fëmijën, në mënyrë që të jemi bashkë me njëri tjetrin si faktorët e parë të mbështetjes së zhvillimit të fëmijëve. Diagnostikimi i hershëm edhe puna e hershme mund ta bëjë një fëmijë më të gatshëm për shkollë me ditë ndryshimet që mund të ka. Absolutisht, edhe tek fëmijët të cilët kanë pas autizëm relativisht të theksuar, identifikimi i hershëm dhe puna e vazhdueshme ka bërë që fëmiu me qenë relativisht mirë funksional në komunitet, prandaj nuk është lajmi më i hidhur që mundemi me marr, po lajmi më i hidhur është humbja e kohës. Atëherë veç jemi vonë, mundësitë tona janë shumë të kufizuara, diagnoza nuk na kryjnë më punë, prandaj edhe situata shkon jo mirë. Pa dashje ndoshta u fokusu më shumë te autizmi, megjithëse ka ndryshime të shumta, çrregullime të ndryshme, po që e tha edhe vetë që është në rritje, më i shprehun si numër dhe është një ndër temat më të përfolura dhe shqetësimet më të shpeshta, kështu që u fokusuam ndoshta më shumë.